Kur duar trokitet korrupsioni, Shqipëria kupton sa larg është ende nga mendimi i lirë. Mjafton të lexosh komentet që shfaqen poshtë postimeve për ta kuptuar se sa e thellë mbetet kriza e ndërgjegjes qytetare në Shqipëri. Sa herë hapet një debat mbi korrupsionin, mbi abuzimin me pushtetin, mbi figurat që prej vitesh kanë qenë pjesë e politikës së vjetër dhe të konsumuar, del menjëherë në pa një realitet i hidhur. Ende ka njerëz që jo vetëm i justifikojnë këto figura, por i mbrojnë dhe i duar trokasin me të njëjtin zell me të cilin dikur duar trokitej propaganda. Në këto reagime sheh se si mbrohen emra e modele që për dekada janë lidhur me nepotizmin, korrupsionin, abuzimin me shtetin dhe me një kulturë politike që e ka mbajtur vendin peng. Dhe pikërisht aty kupton se problemi i Shqipërisë nuk është vetëm politika që ka prodhuar këta emra, por edhe një pjesë e shoqërisë që vazhdon t'i ndjek verbërisht, pa asnjë filtr kritik, pa asnjë reflektim dhe pa asnjë ndjeshmëri ndaj dëmit që i është bërë vendit. Kjo është arsyeja pse Shqipëria vazhdon të ecë me vështirësi drejt një shoqërie të lirë dhe të emancipuar. Sepse mendimi i lirë mungon aty ku zëvendësohet nga tifozllëku politik. Mendimi kritik mungon aty ku zëvendësohet nga mbrojtja instinktive e liderit, pavarësisht çfarë ka bërë apo çfarë përfaqëson. Dhe dashuria për vendin humbet aty ku shumë njerëz vendosin përpara interesin e figurave, partive, sekteve apo propaganduesve të radhës në vend të drejtave të qytetarëve, familjes dhe së ardhmes së shoqërisë. Një shembull i qartë i këtij deformimi shihet edhe në mënyrën se si trajtohen debatet sociale. Ligjet që duhen diskutuar me seriozitet, me argumente dhe me qetësi, shpesh shndërrohen në mjet e paniku publik. Ka figura që zgjedhin t'i paraqesin si kërcënime apokaliptike për familjen, duke ndezur frikë, histeri dhe urrëtie tek njerëz të painformuar e të paformuar. Dhe më paradoksalja është se shumë prej atyre që e bëjnë këtë në emër të fesë, shpesh harrojnë parimin më të thjeshtë dhe më themelor që vetë predikojnë, të duash tjetrin si veten. Kur një shoqëri arrin në pikën që manipulimi të duket argument, paniku të duket moral dhe mbrojtja e figurave të kompromituara të duket besnikëri, atëherë problemi nuk është më vetëm politik. Ai është kulturor, qytetar dhe moral. Është tregues i një shoqërie që ende nuk ka mësuar të ndajë të vërtetën nga propaganda, fen nga instrumentalizimi, moralin nga hipokrizia dhe demokracinë nga servilizmi. Komentet e tilla nuk janë thjesht shurm në rrjetet sociale. Ato janë pasqyra më e qartë e një Shqipërie që ende vuan nga trushpëlarja politike, nga varësia ndaj figurave të forta dhe nga paaftësia për të ndërtuar një standard të shëndetshëm qytetar. Dhe kjo është ndoshta zhgënjimi më i madh, të kuptosh se vendi nuk mbahet peng vetëm nga politikanët e këqij apo nga predikuesit manipulues, por edhe nga njerëzit që vazhdojnë t'u japin atyre duar trokitje, justifikim dhe oksigjen publik. Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë figura që ushqejnë përçarje, frikë, korrupsion dhe verbëri kolektive. Nuk ka nevojë për politikanë që e përdorin pushtetin si pronë private, as për predikues që e përdorin fenë si mjet presioni mbi njerëzit. Shqipëria ka nevojë për qytetarë që duan vendin e tyre më shumë se liderin, të vërtetën më shumë se propagandën dhe dinjitetin më shumë se nënshtrimin. Sepse vetëm atëherë, kur vendi të vihet i pari dhe jo idhujt politik apo fetar, mund të flasim realisht për një shoqëri që ecën përpara.